Dhe territori shqiptar në 30 vite duket sikur I ka arritur skadenca, datë skadencës. Ju lutem, me qënë se kemi një urbanist... Faleminderit për fjalën. Quhem Elis Baba, arkitekt urbanist. Dhe pikë së pari, mua më vjen mirë që bëhet kjo dëgjesa publike. Dhe dëgjesa publike do të ishin një ndër elementët kryesor kur fillon planifikimi kaq I rëndësishëm. Për fat keq në Shqipëri këto zakonisht janë show, janë fars, dhe unë kam frikë se edhe kjo e sotshmja mund të rezultojë diçka e tillë, duke parë edhe orientimin kur merret fjala dhe vojtja për ta marrë të fjalën e shkret. Do të doja shumë që këtu të kishte më shumë ekspert, më shumë profesionist, ata që në realitet janë personat më të aftë për ta bërë këtë reformë dhe të dëgjojmë tepër fjalët e tyre. Unë shikoj aty në podium që ka dhe emra ekspertësh dhe uroj që ata të kenë një farë lirie në shprehinë e tyre profesionale, në atë që ata kryejnë. Por nuk po zgjatem shumë, po hyj ke tema. Për sa I përket reformës territoriale, pikë së pari ne të gjithë jemi mbledhur për të diskutuar pikërisht për territorin. Dhe territori shqiptar në 30 vite duket sikur I ka arritur skadenca, datë skadencës dhe qeverisja ka vendosur që ta konsumojë këtë sa më parë sepse I ka arritur datë skadencës dhe duhet të konsumuar. Në mijëra vjet nuk është konsumuar kaq territor shqiptar sa në këto 30 vite. Dhe qeverisja dhe politika territoriale nuk po bëjnë asgjë më tepër se sa bëjnë një show dhe vazhdojnë të njëjtën strategji. E vetme strategji që unë shikoj në terma fatgjat, sepse ju folët politikanët aty folën për perspektivat për të futur në Evropë në 2029. U tha që planifikimi territorit patjetër është një plan që mendohet për 20 vjet, për 50 vite të ardhshme. Por si mund të mendohet për këto 50 vite të ardhshme kur ne bëjmë marrëveshje për të futur në Evropë, ku kërkohet dekarbonizimi, ku kërkohet energjia e pastër, Shqipëria I firmos. Shqipëria është një vend që ka fat për diell, për resurset hidrike dhe aktualisht I ka rreth 90% të energjisë së pastër, por ndërkohë nënshkruan jep leje për tec fosil në zonën e Fierit, në një zonë agrikulture, në Toskanën, siç e quajnë kryeministri, dhe për energji e cila do të shkojë Greqisë, një vendi të BE-s ku nuk lejohen më ndërtimi I teceve fosile. Dhe ndërkohë, vetëm 2 ditë më parë, nuk e di sa ka firmosur për gazifikimin një kontratë maramëndse miliarda për të përdorur gazin në Shqipëri. Përse do vej ky gaz? Fokusohemi tek shërbimet vendore. Ky është një plan afatgjat. Atëherë, në qoftë se ne tham, kolegu juaj tha që Evropa ka vënë në qendër mjedisin, patjetër, dhe kjo ka të bëjë me mjedisin. Ne duhet të shfrytëzojmë resurset që kemi në diell në erë dhe s'kemi pse të orientohemi ne në resurset fosile, pra nuk ka sens. Ku është strategjia afatgjat? E vetmja strategjia afatgjat që kemi parë nga qeverisja në këto vite ka qenë ti shpopullojmë Shqipërinë duke I krijuar mundësi dhe dalim dhe ke qarku Fier, në rajonin e Fierit që po flas. Duke shpopulluar, alternativa që jepet qytetarëve të Fierit u jepet ose largohen nga Shqipëria, ose largohen dhe shkojnë në Tiranë. Dhe kjo ka të bëjë me diçka tjetër. Evropa ju kërkon që për të bërë eficiente, pra u fol për dimensionin që qeverisja vendore të jetë eficiente, duhet të ketë një dimension. Sot aktualisht këtë dimension e ka vetëm zona e Tiranës, metropoli. Duke e centralizuar ajo që po bëhet në tërë të vite, çdo gjë po shkon në Tiranë. Duke centralizuar dhe politikat tuaja këtë gjë bëjnë. Vazhdojnë I çojnë ata që mbijetojnë në Shqipëri ove në Tiranë ose nuk mbijetojnë. Politikat që ju kërkon Evropa ju thotë decentralizim. Qarku I Fierit, rajoni I Jugut mund të jetë nesër do strategji afatgjat që territori të ketë një menaxhim rajonal. Dhe duke marrë edhe në rregull e përmbledh. Dhe duke marrë dhe 2 pika kryesore, u fol dhe për shërbimet, për administratën, për personat që do ta kryejnë këtë punë. Nuk mund të ketë asnjë reformë që të funksionojë në terma afatgjat, nëse nuk kontrollohet dhe partitë të hiqet financimi I tyre nga persona, nga oligarkë dhe të kenë kontrollin e partive, sepse partitë janë ato që hapin zanafillën e shtetit. Tjetra, sepse ekspertët nuk duhen të jenë të politizuar.
Ata ekspertët janë aty dhe ata që bëjnë reformën territoriale nuk do të kenë ndikim nga politika. Kështu reforma territoriale do të ketë sukses dhe e fundit. Jo, e kemi përmbydhur, ju lutem. E kemi përmbydhur. Ju falenderit. Uroj të dëgjoni sa më shumë profesionistu, sepse kemi folur gjithë. Po Ju falenderit. Ju falenderit. Duhet ta përmbydhem, është 5 minuta, ju Rajoni lutem. Fierit, po jap një sugjerim për Kemi të kaluar, po. Sugjerimi për terma Afatgjat është që qarku I Fierit ka të vetmin bregdet të pashfrytzuar akoma. Ju falenderit, më duhet jem korrekte me audiencën. Duhet jetë një shembull I cili mund të bëhet një shembull suksesi I studiuar për të dhënë ekonomi të gjithë Fierit. Ju falenderit. Jo të lihet vetëm 2 personave ta shfrytëzojnë. Ju falenderit.